reagonin, domethënë ato prindit shembullor, ne bëjmë këto për fëmijët tonë janë kështu, janë ashtu. Ndërkohë që në shtëpi nuk ishte një situatë e qetë familjar. E di çfarë mendoj unë ndonjëherë duke nisur edhe nga historia e këtyre dy prindërve. Unë mendoj që këta thjesht duan të heqin qafe ca fëmijë, të heqin barrën e rritjes. Sepse të martosh gocën, ta çosh në shkollë është edhe një gjë edhe për opinionin, është mirë se nuk e ke gocë kështu të pa shkollë apo gocë rrugësh. Kupton se është tjetër edhe për të mburur pak, më shumë se sa pra për të mburur që ajo është me shkollë, pra e ke çuar në shkollë të lartë, është gocë e mirë, mëson, është ai fjala mëson, se sa e kam kot aty pa shkollë. Me gjithë respekti për ato që kanë bërë shkollën e lartë, po flas për atë çfarë thuhet. Dhe nga ana tjetër, fakti që ta martosh, domethënë të iki nga përgjegjësia. E ëma shkoi tek shtëpia e saj, iku nga përgjegjësia. Tha, tash i përgjegjësi, dhe ai nuk ka përgjegjësi se edhe tani ka një vajzë adulte, përgjithsesi tha bëni çfarë të doni. Kthimi në shtëpi, shko tek burri, unë them që për te opinionit është edhe fakti i shmangjes së përgjegjësive. Dhe që ditën e parë që ka lindur, këtë e kanë nxjerrë në, si thua, e kanë nxjerrë në një ankand apo në një rrugë, në një ankand, që kjo është përshitje, jepja burrit të parë kur ta marr dhe të vazhdoj të ha kokën e vet, kujt të ti bie për risk dhe bë çfarë të duash. Po ta nuk janë marrë me rritjen e kësaj fare, unë kam përshtypjen ka rrit veten e vet.